Kur të del një akne, më të shumtët e njerëzve mendojnë që duhet ta shtypin, por a duhet vërtet që ta shtypësh? Një akne në fakt është një shenjë që lëkura jote po përballet me një bakter. Brenda aknes është një lëng i cili është i përbërë nga yndyra, qelizat e vdekura dhe më e rëndësishmja qelizat e bardha. Këto qeliza të bardha luftojnë infeksionin duke punuar në fakt në shërimin e lëkurës. Por kur ti e shtyp aknen, ti ndalon procesin e shërimit duke rrezikuar shpërndarjen e bakterit në të gjithë lëkurën dhe duke shkaktuar akoma më shumë akne dhe shenjat e akneve. Prandaj duhet thjesht që mos t'i prekni. Nëse përdorni ngjitse për largimin e pikave të zeza, ngjitësi do të heqë me forcë pikat e zeza nga hunda, por do të zhveshi dhe lëkurën nga vajrat e saj natyral, e cila dëmton barrierën e lëkurës. Kjo shkakton lëkurën që të prodhojë akoma më shumë yndyrë që të rindërtojë përsëri barrierën mbrojtëse të lëkurës. Kjo do të krijojë bllokimin e poreve dhe nëse e bëni shumë shpesh si veprim, kjo mund të shkaktojë akoma më shumë pika të zeza. Gjëja më e mirë që duhet të bëni në këto raste është të lini lëkurën tuaj pa e ngacmuar dhe të përdorni një rutinë për kujdesin e lëkurës sa më të thjeshtë, e cila do të jetë me një larës, një hidratues dhe patjetër kremin e diellit. Për çfarëdo problemi që mund të keni me lëkurën, mjafton të na dërgoni një mesazh dhe ne së bashku krijojmë një rutinë të personalizuar për çfarëdo lloj tipologjie lëkure që ti mund të kesh apo problemi. Jemi gjithmonë këtu për t'ju ndihmuar. Shumë dashuri për ju nga Golden Cosmetics dhe mos harroni të kujdeseni për veten.